Besoj që zhvillimet e këtyre 2 ditëve të seancave konstituive, po flasë për seancën e 15 prillit, dhe po ashtu për seancën e sotme kanë dëshmuar se kush ka qëllim që të bllokojë konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra edhe me 15 prill, kur ne ishim të gatshëm që të shkojmë në seancë, që të kalojmë këto fazat e votimit raportit të verifikimit mandateve, ta bëjmë betimin në Kuvendin e Republikës së Kosovës, betimin sipas kushtetutës, vazhdojmë me propozimin për kandidatin për kryetar apo kryetarit Kuvendit, dhe në anën tjetër vazhdojmë me propozimin për nënkryetar apo nënkryetaret Kuvendit, por kjo u pamundësua për faktin se ndodhi diçka pa precedent, pra diçka që nuk ishte ndodhur në të kaluarën, ku deputetët e opozitës u bën bashk, pra PDK, LDK, AK dhe Lista Serbe, dhe votuan kundër raportit për verifikimin e mandateve. Kjo është më shumë, më tutje është më shumë tek sfera e interpretimit, po unë dua t'ju pyes juve, zonja Haxhiu, a jeni deputete, a jeni ministre? Sipas kushtetutës, mandati i deputetit gjithsesi fillon pas certifikimit të rezultateve zgjedhore. Pas betimit, zonja? Sipas kushtetutës përmendet termi certifikim. Certifikimi po, po tash duhet betohesh që të quajnë deputete. Po, tash duhet të betohemi në Kuvendin e Republikës së Kosovës për të filluar edhe me funksionin e deputetëve të Kuvendit, që i bie pastaj votimi i kryetarit Kuvendit dhe në anën tjetër nënkryetarëve, qeverisë e kështu me radhë. Pra kështu i ka para pa kushtetuta, nuk ka pas ndonjë ndryshim as kushtetues e as